Njerëzit në përgjykata shkojnë edhe për të divorcuar. Dhe divorci përveç anës dramatike, ka edhe atë pjesën komike, cilën këtu sonte do të na e sjell grupi The Zhvëllsh. Një sekund, fal. A ka mundësi 1 minutë? Po jo, si s'ka mundësi. 1 sekund, to tash 1 sekund, se ka Zoti avokat, a ka mundësi 1 minutë? Shi, jam I gru. Qa po mi gru, po ja lyp avokatit, a ka mundësi 1 minutë? Ka marrë këtu tani. Po si s'thongri mortja rrugës, si s'thongri. Ka marrë këtu tani. Po qa ka marrë para temi t'hongrit mortja? Qyshe? Kush ka marrë para temi? Unë ka marrë para temi? Kemi artë të dyja, unë këtu isha para nesh, gjithë këtu. 1 sekond, o zonja, 1 sekond. Do futeni të dyja, do flisni me radhë. Qalli kishe ti zonjë? Ja, shef, e ka me mu I pëlqeva unë, diri që këshim. Qalli kishe zonjë? T'hongrit mortja, t'hongrit. Ta shi ti zoti avokat? I ka nej. Unë ka marrë për të nda nga buri, për divorce pra mo? Shumë bukur, për divorc. Edhe juve zonjë për divorc jeni? Jo, unë nuk kam ardhur për divorc, kam ardhur se dua të ndahem nga burri. O, që t'hongrit mortja. Pirë se liro është ti, po. Po si fjesë kështu një, që gjukë shumë. Po që shme kjo ndash ka buri mi t'hongrit mortja, po divorce pra moj thonë. Zonja, qetësoni. Po jo divorce, me më them dua të ndahem nga burri. Zonja, O, ty ka shku gjakun t'u qetësoni, zonja, Po që të shmen më E di, e shoh këtu zyrë ligjor, ju lutem qetësoni zonjë. Atëherë të lutem, do filloj me një herë me ju zonjë e nderuar. Atëherë si e keni emrin? Po, unë quhem Vonoha. Po, për shkurt në thrasin Klitenestra. Zonja Klitenestra, pse doni të ndaheni ju nga burri? Po, zoti avokat, unë dua të ndahem nga burri im. I piti qëtësini, ka nej. Dua të ndahem nga burri im për shkak të mirëmbajtjes së keqe që më bën ai mu. Si flet si një poete, sikur ke mbaruar për gjuhë letërsi. O, ti je një zgardaball, mi shoqe. Po mos fol kështu tash. Po qa mos fol, po rrimi shoj venit aty. 1 sekond. Rrimi më tregoti mos I flasun. 1 sekond. Mos u zini zonja, ju lutem. 1 sekond. E lam ke mirëmbajtja e keqe. Po. Shumë bukur. Përveç kësaj ti zoti avokat, përveç mirëmbajtjes keqe që më bën ai mu, kur vjen shtëpi vjen tap me zoti avokat. Mos më shif ashtu ti, zgardavalle. Vjen tap edhe fillon. Thy pjatat, thy filxonat, thy fëmijët në mes. Edhe pastaj fillo pastaj thy edhe tjeglat e shtëpisë. 1 sekond se këtu, duhet ndërhyjun këtu. Shtëpia ku kjo jeton, nuk ka tjegulla. Do më thënë shtëpia ku kjo jeton me robrit e shpif. O, ty rob të tuj ku ti kesh, mi të hongër. Kesha nga rob ti me. Po kesha nga rob ti me. Po qetësoni. Qetësoni. Shurrufull aty. Qetësoni zonjë. Me gjeri këto tani, qem këto budallak. Po qetëso. Të lutem zonjë. Ju zonjë, si e keni emrin? Hajrulla. O, ty si s'mori mortja mi ku qyqja mi gëru qyqja. Po jo emrin e burit me emrin tat mi të hongër të mortja. Emri I burit është Hajrulla. Kurse unë kam emrin Hajrulla. Shumë bukur, zonja. Kam edhe emrin e pasaportës, se kam Syzana. Qyqja gër. Qyqja mi gëru. Po që këtu mi gru, që je për sy tjena. Sy shtrika është ajo. 1 sekund. Së është një efficientësirë. Po që do fëndoj, po si. 1 sekund, mos u zini, zonjusha. Mos u zini. Qa? Qëci. O, zoti avokat, Qëci. a je I martum ti? Jo. Po marto pra se qetso është, luku babashtati që ti. Qëci. Sugjerim si dush. Ju zonjë, pse doni të ndaheni nga burri? Jo, unë nuk kam ardhur këtu për të ndarë, unë kam ardhur për të konsultuar, a duhet të ndahem apo jo? Qyqja mi gru, po ti ka herru me pi ilacet, mi shoqe. A ka mësi nuk Po ndaje burin, të bështoj buri prej teje, se e le gjitërimin e. Prej teje, nda u ti të shpëtoj. Po 1 sekund me qëtësi. Da u timi. Qëtësi mala, 1 sekund. 1 sekund. Shurrufull. 1 sekund. Se ka shtite, ka ligje, ka shtet kjo punë.
Se shi sot edhe fjala urt, çatia me tjegla, shteti me regla. Një sekond. Lutem, zonjë duhet të paralajmëroj që pagesa për ndarje nga burri është 30.000 lekë treja. Qyqe, që ka me të ras me kjo mi? Po burri, pagu gjë? Jo, burri Atje morin burrit pension, morin burrit Një pension. sekond atje, ju lutem, një sekond tash, ju çfarë problemi keni? Pse doni të ndarni nga burri? Atëherë, burri im, ikën nga puna, shkon nga puna në punë tjetër. Derti menesh burri vet. Vjen shtëpi, i le lekët aty, shok të vesh kënë stadium. Nuk shkon stadium fare, nuk vesh këtina fare, u së mërë A vesh. kupton, është një burr kështu. Burr kot, burr qelësin A komplet. rriti rrima e të rrugacin Rimi ti mos më folti mi skalda bundër je. Hongër të mordja të hongër. Si ma theti, si ma theti fjallë që s'ma nxe goja, se nuk ma nxe goja ta themi, mi baqel. Qetësoni. Ma e men. Qetësoni ju lutem. Atëherë, me sa kuptova ti ke një burr ëngjëll, burr të mirë, Po. sjell leku në shtëpi, nuk bën kështu pisligje gjëra, shumë bukur. Ti e ke burrin gangster. Shumë bukur. Bravo. Atëherë, unë si zyrë avokator jam i detyruar t'ju them që mund të ndroni burrat. Si thot mi... Ta shpjegoj unë, zonjë qetësohu, mos e meshu, ja shpjegoj unë zonjë. Pra, ajo do marri burrin tënd, ti do marrësh burrin e kësaj. Si thot mi skalda bundër? Do me thënë që burra ton të lidhen bashkë, ne të dhjat lidhemi me njëra tjetrin. Që s'ka dim? A si ishte? Jo. Stoj mi Jo, shoqe. një sekond. Ti do t'japësh burrin kësaj se do lësh burrin Fal. tat. Me ndru burra thuti? Po. Po pse qa ka me Qa ka? Ndroni burrat edhe jeni shumë mirë. Atëherë, u zgjidh kjo punë, ti do më japësh 300.000 lekë se do të ndaj nga burri që je, pastaj do më japësh 300.000 lekë të martoj me burrin e kësaj. Kurse ti zonjë do më japësh 300.000 lekë. Mos më ndërprit lutem se është ligji ka shtetit. Do më japësh 300.000 lekë që do të ndaj nga burri jot dhe do më japësh 300.000 lekë që do të martoj me burrin e kësaj. 600.000 lekë ti edhe 600.000 lekë ti, 1.200.000 lekë. Sa bëjmë mi sa? 1.200.000 lekë. Shko e pirdhu. Mirë të thot, jo mirë. Po si vetë nga mund nga Fredin, kja jep Fredin kësaj, po e kom Fredin si shpirt mi. Tu dash nga Fredi, po burri saj s'boj lek mi. se sa të keqe ka muni? Po ikmi ti, ikmi s'kal ta bundër, ikmi që qeke budala fare ti. Një sekond, po, konsulenca ju i di.